Profesor Bizi, një barazim që në një farë mënyrë ju ka lënë të pakënaqur, patët 3 pikë në dorë. Aksioni I fundit Dinamovit ju ndeshkoi. Kështu është e vërtet. Sparit episodet e donë ndeshjen. Normalisht ai 4 minutë shtesë në u kthyn bumerang, një standarde dhe gol. Gjithë lojën 90 minutin e hell poshtë rezultati, sepse unë do t'i urosha dhe do t'i përgëzosha shumë djemt për shpirtin e garës, dëshirën, lojën profesionale që I banin, vendos me shumë mirë taktikisht, rujt me balancat, kriju me përsi numerike ndaj kundërshtarit deri sa arrit me të shërojmë. Me raste shumë pastra, kontrollume edhe lojën, por futbolli kjo është një herë në port, një mos vendosje e mirë e mbrojtësit mrapa të krahit djallë dhe doli lirë dhe shënaj. Një super gol I Tafilit. I vjen mirë që lojtarët e ekipit parë sot ju përgjigjen pozitivisht dhe bën një paraqitje të mirë. Sigurisht do t'i përgëzoj pa fund të fillu me Gorishtin, me Tafilin, me Arën dhe Kobazin. Pjesë e ekipit parë, por pjesë edhe bës, sepse sakrifikunin shumë dhe tregunin vlerat dhe për t'i tregu edhe këtyne djemve që kena në ekip, megjithatë ne jena shumë të kënaqur për ekipit, për I grupit, por sigurisht që këto bajnë një farë diferencet, sa është në lojtarët e ekipit parë, kanë status tjetër, kanë eksperiencë tjetër, por kjo është ekipi dhe do t'i përshëndet jashtë maset të djemë, që kontribunin shumë dhe lanin shumë. Profesor, në fushë për vllazin Bëll dhe disa lojtarë të huaj, një politik jo klubit Vllaznia, një strategji për të fituar në element të skuadrën e parë? Po natyrisht, kena marrë lojtarë nga shtete tjera, dhe më thanë janë pa, duke futa dhe menaxherin të duke I kontrollu, dhe mendojmë se kena 2-3 pika të mira këtu, që janë për të ardhmen. Megjithëse na duhet I lajmë dorë të trajnerit Martini, sepse edhe I ka marrë në stërvitje, her pas here nga 3-4 seanca, për të pa pra edhe elementin. Pse jo? Vlerësimi juaj për to sot në këtë ndeshje? Po, vlerësimi është maksimal, të ke fillu të stopri, të ke Korreja Dheqi, të Izuna mbrojtësi Krajit, që punoj edhe majtas edhe djathtas, dhe të thëmë drejtën janë përshtat mjaft mirë edhe me lojën e ekipit, me lojën e klubit, mënyrën si ne e kërkojmë atë lojë, pra me tranzicion pozitiv, më thonë di me dalë më shpejt. Profesor, për ish punë ky barazim sot në pretendimet e skuadrës? Po, sigurisht sepse unë mendoj që nuk do ndikojnë të ana psikologjike të ekipit, sepse na njohim ekipin, kena një ekip me karakter shumë fort gjatë që e tregunin sot në fushën e lojës. Po natyrisht na prish punë sepse na sot ishim shkput dhe në fazën tjetër në Tiranë do të shkoshim ndryshe. Por sfida është e hapun. Jena pretendent kryesor për arritjen e qëllimit objektive që kena vu klubi, presidenti dhe na vetë. Kjo shikon si rival kryesor në grupin tuaj për vendin e parë. Rival. Ne halas kena lujt me gjitha ekipet, por nuk është pa rival edhe Shënkolli që lujt me atje, sepse mjaft probleme në Nxorri, Dinamoja, Tirana, po ashtu ka ekipe, por janë ekipe që ne nuk I kena pa hala, nuk I kena provu hala. Kjo ishte ndeshja kartë të rajona. Duhet pa. Ndeshja e radhës për vllazin Bëll? Do shkojmë Tiranë me Kamzën e Tiranës, Kamzë të që quhet. Tash edhe ne kena gjitha finale, jena të dënuar për me fitu. Këtë I kam thënë edhe djemve. Ne jena të dënuar për me fitu, sepse duhet me kap objektivin. Faktikisht vendi I parë del direkt dhe vendi I dytë është play-off, por nuk kena hall me ik play-offit. Kjo është edhe përqendrimi I ekipit. Faleminderit. Suksese për sot. Faleminderit.